shoqata intelektuale e Isniqit organizoi ceremoni për ndarjen e mirënjohjeve për mesimdhënësit që nuk janë në jetë dhe atyre në pension. Të pranishëm ishin zëvendës kryeministre dhe ministre e punëve të jashtme Donika Gërvalla, Besnik Hulaj, drejtori i arsimit në komunën e Deçanit, Afrem Balaj, zyrtari i arsimit, Mirlind Bruçi, dekani i fakultetit dhe familjarë të mesimdhënësve. Ceremonia filloi me 1 minutë heshtje për të nderuar ata mesimdhënës që nuk janë më në mesin tonë dhe dëshmorët e kombit. Shaqir Shala, drejtori i shoqatës së intelektualëve të Isniqit, e filloi fjalimin duke thënë se ndër gjërat më të denja që mund të bëjë një shoqëri është të falenderojë mësuesit, ata që me përkushtim, dije dhe sakrificë nuk arsimuan vetëm breza, por ndërtuan themelet e vetë ndërgjegjes tonë kombëtare. Këtë fjalim mirënjohje nuk e them në emër individual, e them në emër të një zëri kolektiv, në emër të shoqatës intelektuale nga Isniqi, si shprehje mirënjohje për ata që dhanë më të çmueshëm që mund të jepet dijen, identitetin, patriotizmin, atë dashurinë dhe karakterin njerëzor. Jemi mbledhur sot për të bërë atë që është ndërgjestet më të denja që mund të bëjë një shoqëri, të nderojmë mësuesin. Të nderojmë ata që me përkushtim, dije dhe sakrificë nuk kursyen nuk arsimuan vetëm breza, por ndërtuan themelet e vetë ndërgjesjes sonë kombëtare. Kemi ardhur të përulem para mundit, përkushtimit dhe dashurisë së tyre që ndryshuan rrugën e dijes në fshatin tonë në Isniq. Në historinë e popullit tonë ka figura që nuk kanë kërkuar as zë, as tituj e as tribuna, sepse forca e tyre ka qenë vetë përkushtimi i heshtur për dijen, njerëzoren dhe kombin. Të tillë kanë qenë dhe mbeten mësuesit e Isniqit burra dhe gra të thjesht në pamje, por kolos në vjetër, në vepër, që me një ideal të pastër dhe një vetdije të thellë arsimore, kombëtare, ngritën themelet mbi të cilat ne sot ndërtojmë jetën tonë demokratike, intelektuale dhe qytetare. Në çdo kujtim, në çdo fletë fitore dhe libri, në çdo arritje të nxënësve të tyre, ndjehem gjuhën e përjetshme të punës dhe përkushtimit të mësuesve tonë. Sot në këtë ceremoni përkujtojmë me nderën e kënaqësi mësues të cilët nuk janë më në mesin tonë, ata lanë pjesë të trashëgimisë së smuar, një arsim të gjallë, një kulturë të gjallë dhe një brez që ecën krenar me dituri, dije dhe me çdo arritje të nxënësve të tyre, ndihemi në çdo arritjet e tyre ndihen gjuhën e përjetshme të punës dhe përkushtimit të tyre. Në kohë të ndërlikuara, kur arsimi nuk ishte vetëm nevojë, por edhe sfidë, mësuesit e Isniqit u shndruan në штyllat e pathyeshme të diturisë dhe dritës. Ata nuk dhanë vetëm mësim, ata na edukuan me karakter, ushqyen vetdijen tonë dhe frymëzuan dinjitetin. Dhe si thot filozofi grek Nikos Kazamacis, thot mësuesi është ura që çon nga errësira në dritë dhe kur nxënësi e kalon urën, ai nuk harron kurrë dorën që e ka udhëhequr. Sot ne, pra intelektualët e Isniqit, që jemi formuar në dritën e asaj ure, jemi këtu për të mos heshtur, jemi këtu për të thënë me zë të plotë se puna e mësuesve tanë ka qenë themelore, jetike dhe e pazarëndësueshme. Disa për tyre nuk janë në mesin tonë, por gjurmë tyre janë të gjalla si kur më parë, në çdo arritje sukses tonin, në çdo vepër që bëhet me ndeshmëri dhe në çdo mendim të frymëzuar nga dija. Sot ne intelektualët e Isniqit që kemi dalë nga bankat e shkollës e këtij fshati, jemi dëshmi e gjallë e suksesit dhe sakrificës së tyre. Nuk do të ishim këtu ku jemi, sikur ata të mos kishin besuar në mundësitë tona për të mësuar, për të qenë të denë dhe për të ecur përpara me kokën lartë. Të nderuar të pranishëm. Kjo ceremoni është organizuar me përkushtim nga shoqata intelektuale të Isniqit si një shenjë edukate të respektit, kujtesës dhe mirënjohjes institucionale.
Duhet të theksoj posaçërisht mundin dhe angazhimin serioz të kryesisë së shoqatës, e cila ka bërë të mundur këtë ngjarje të denj, një ngjarje që nuk i shërben vetëm kujtimit, por edhe edukimit të brezave të ri për të respektuar rrënjët e tyre edukative, arsimore e kombëtare. Mirënjohja nuk është vetëm fjalë e bukur, është akt i thellë qytetar, human dhe kulturor. Duke jetësuar edhe këtë akt sot, ne jemi jo vetëm që nderojmë të kaluarën, por i japim kuptim edhe të ardhmës sonë në shoqëri. Në këtë ditë mirënjohje, shprehim falënderimin ton më të sinqert edhe për mësues që nuk janë nga Isniqi, edhe për atë që dhanë mundin dhe dijen e tyre me përkushtim të plotë dhe me dashuri për edukim dhe arsimimin ton. Ata u ban pjesë e historisë sonë, u bën bi dhe bija dhe nderi fshatit të Isniqit, sepse dashuria për dijen nuk njeh kufi, trev as prejardhe. Ajo bashkon njerëzit në ditën e edukimit të arsimit dhe dijes. Le të shërbejmë këto ngjarje si një nxitje për brezat e rinj për të kuptuar se nuk ka themel më të qëndrueshëm për një të ardhme të ndritur se sa respekti dhe dija për ata të cilët përquan atë në kushte të vështira me ideal të lartë dhe me dashuri për atë dhe. Në emër të shoqatës të Isniqit, shpreh mirënjohjen më të thellë dhe më të sinqertë për të gjithë ju, për çdo mësues që ka lënë gjurmë në udhën e dijes në këtë fshat. Kjo fjalë, falënderim, ndoshta është e vogël përballë asaj që ju keni dhënë, por mbetet e përjeshme në zemrat e secilit që ka pasur fatin të mësoj prej jush. Mësuesi vërtet është ai që ndihmon të bëhesh vetvetja, thot Albert Einstein. Prandaj ne intelektualët e Isniqit jemi bërë vetvetja. Kjo ceremoni, le të mbetet kjo ceremoni dëshmi e respektit tonë të përbashkët. Le të ruajmë të gjitha kujtimet e atyre që punuan me zemër, me mendje e me shpirt për të ngritur arsimin e Isnis, sepse pa mësimin nuk ka dritë, pa dijen nuk ka përparim e pa arsim nuk ka këmbë. Në emër të shoqatës integrale të Isniqit, ju falenderoj për pranin, ju falenderoj për respektin dhe mbi gjitha ju ftoj që dritën e dijes që e ndezin mësuesit tanë ta mbajnë të gjallë brez pas brezi. Lavdi kujtimit të ndriturve tanë, nder i përhershëm dhe pa përjashtim për mësuesit në pension dhe respekt i thellë për të gjithë ata që kontribuan në ngritjen e arsimit të Isniqit. Faleminderit nga zemra, rroft drita e dijes, rroft mësuesi, rroft Isniqi. Faleminderit. Ndërsa Besnik Hulaj falenderoi gjithë mësimdhënësit që në vitet e 90-ta dhanë kontributin e tyre për arsimin, duke organizuar mësimin e Peroda, ku pjesë e tyre kishte qenë edhe ai. Fillimisht lëni që të falenderoj në emër të timin personal dhe në emër të kryetarit të komunës Zotit Bashkim Ramosaj, i cili sot në Kosovë është jashtë shtetit, dhe në emër tina ju falenderoj për një organizim kaq madhështor, po aq edhe meritor. Edhe ne si komunë dhe Sekretaria e Arsimit vazhdimisht dhe sidomos në ditën e mësuesit organizojmë çdo herë takime e vëmendjet të tilla ku me mirënjohje nga komuna e Desanit i falenderojmë gjithë ata mësimdhënës, sidomos ata që dolën në pension. Mirë po, sa i përket mësimdhënësve dhe kontributit tyne ndër vite, duhet të falenderoj gjithë ata mësimdhënës dhe familjarët e tyre që në kohën më të vështirë, në vitet e 90-ta, dhanë kontributin më të madh dhe pa kontestueshëm në arsimin në komunën e Deçanit dhe në tërë Kosovën. Ishin kohë të vështira, mirë po kur nuk u dorëzuan. Fillimisht duke organizuar mësimin në Peroda, ku pjesë e tyre kam qenë edhe vetë, masënaj erdhi lufta. Gjithashtu po ashtu një pjesë e madhe e mësimdhënësve sot janë edhe dëshmorë, gjithë u bashkëpunë për shërimin e vendit. Edhe njëherë jam me përvollësi, jam falenderues gjithëve për kontributin e dhënë në arsim. Faleminderit shumë për këtë organizim, si që thash edhe më herët, aq sa madhështor, aq edhe meritor. Ndërsa Donika Gërvalla tha se ndihet e emocionuar që gjendet në Isniq, duke kujtuar kontributin që dhanë mësuesit e këtij vendi. Me idealet e mësuesve të tyre, djemtë dhe vajzat të kësaj zone morën pushkën
në dorë dhe me ushtrinë çlirimtare të Kosovës e sollën atë që gjithë mësimdhënësit e kësaj zone ua kanë predikuar nxënësve të tyre, lirinë e Kosovës, tha ajo. Të nderuar zonja dhe zotrinj, ndihem shumë emocionuar para jush, kur e kam parasysh që Isniqi, Deçani, fshatrat e komunës Deçanit kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, jo vetëm në arsimimin e qytetarëve të kësaj zone, të banorëve të kësaj zone, por edhe në shpërndarjen e dijes anëkën të Kosovës. I nderuar kryetar i shoqatës së intelektualëve Isniqi, duke ju falendëruar juve për këtë organizim, lejoni t'i falenderoj të gjithë anëtarët e shoqatës tuaj për kontributin e tyre të përditshëm në vënien, në pah, në spikatjen e vlerave të vërteta intelektuale të fshatit Isniq, por edhe të fshatrave përreth të cilat ju shikojnë me admirim edhe mësojnë shumë nga puna juaj. I nderuar përfaqësues i komunës së Deçanit, ju falenderoj jo vetëm që jepni mbështetje në raste të tilla, por edhe që atë punë meritore që bëjnë arsimtarët, mësimdhënësit e komunës së Deçanit, përpiqeni përmes ndihmës institucionale ta çoni më tej. Të nderuar intelektual, të nderuara figura shumë të shquara të komunës tonë, të nderuar mësimdhënës, të nderuar familjar të tyre, më lejoni që duke e përmendur ose duke vënë në pah në mënyrë të veçantë zonjën Bruçaj, t'i falenderoj të gjithë mësimdhënësit e komunës tonë, pavarësisht a janë të Isniqit, a nuk janë, a kanë dhënë mësim këtu apo në pjesë të tjera të Kosovës, për meritat e tyre të jashtëzakonshme në edukimin e brezave të tërë. Janë në fund. Është e vërtet që familja është baza në të cilën marrim edukatën tonë, në të cilën formsohemi si individ, në të cilën formsohemi si persona, mirë po është shkolla ajo, e cila na formson si kolektiv me idenë se si duhet ta duam vendin tonë, se si duhet të luftojmë për lirinë e vendit tonë, se si duhet ta çmojmë edhe ta mbrojmë lirinë tonë pa llogaritur çmimin. Prandaj, duke filluar nga ky fshat, këta mësimdhënës, jo vetëm që edukuan breza e breza të tërë, që të bëhen profesionistë të mirë, që ta duan dijen dhe ta shpërndajnë dijen, por me këngë në buzë dhe të mbrojtur me idenë dhe idealet e atë dashurisë dhe të patriotizmit, të cilat ua kanë transmetuar ditë për ditë mësimdhënësit e tyre në kushte materiale jashtëzakonisht të vështira, në kushte politike jashtëzakonisht të vështira, pra me këngë në buzë edhe me idealet e mësuesve të tyre, djemtë dhe vajzat e kësaj zone morën pushkën në dorë dhe me ushtrinë çlirimtare të Kosovës e sollën atë që gjithë mësimdhënësit e kësaj zone kaq shumë ua kanë predikuar nxënësve të tyre, lirinë e Kosovës. Prandaj falënderimi ynë edhe si institucione, edhe si shoqëri, nuk vlen vetëm për dijen që keni dhënë nxënësve tuaj, por rreth të parë që keni ndihmuar në edukimin e tyre të jashtëzakonshëm si atletar dhe liridashës, me qëllim që brezat tanë, brezat e ardhshëm, të jetojnë në një Kosovë të lirë, në një Kosovë të përparuar, në një Kosovë demokratike dhe duke mësuar nga ju asnjëherë të mos harrojmë që nuk ka kompromis me lirinë e vendit tonë dhe me përparimin e vendit tonë. Ju falenderoj shumë me përulje nga kjo folklore dhe ju dëshiroj familjeve tuaja dhe juve gjithë të mirat. Falënderit. Blerim Bajraktaraj, antari i kësaj shoqate, theksoi se Isniqi ishte një nga lokalitetet kyçe që rrethina e merrte si fuqi dhe model në gjitha aspektet. Ai solli kronologji historike, vuajtje peripeti për ndalimin e shkollave shqipe, mësojnëtorët e deri te hapja e shkollës së parë në këtë vend në vitin 1949. Paul Çunema, ju përshëndes gjithëve, zonin Kërvalla, zëvendës kryeministren,
përfaqësues institucional dhe gjithë, sidomos familjet e mësimdhënësve këtu që janë dhe mësimdhënësit e vjetër. Të nderuar pranishëm, zonja dhe zotrin, treva jonë për gjatë etapave historike përjetoi zhvillime në gjitha aspektet e jetës, sociale, ekonomike, politike, arsimore dhe organizative. Rrethanat historike, konteksti rajonal, objektivat strategjike të fuqive të mëdha, secilës periudhë historike, bën që ky territor yni të përjetojë situata e regjime, rende administrata, pushtime e pak liri, sa që vërtet e ngjizën gjirin e tij qëndrueshmërinë dhe pathyeshmërinë. Të dashur pjesëmarrës, sot në këtë ngjarje të veçantë na duhet një retrospektiv se si erdhëm deri këtu, kush ishin meritoret, çfarë ata kaluan e nuk u dorëzuan, e deri tek ajo se sa ne si shoqëri u njohim së paku atë merit. Rrafshi i Dugaxhinit përgjithësi, e në veçanti fshati i Isniq, shuaj çuçherët përmendje të ndritura, të cilat u shfaqen pa rreshtur për dekada e shekujnë këto anë. Jemi të magjepsur edhe sot e kësaj dite me tregimet popullore për burrat dhe plesht e mençur të Isniqit, cilët jo vetëm që ishin shtylla e odës dugaxhinase, përse edhe pleshnarët që me precin dhe thellësinë e mendimeve të tyre edhe sot e kësaj dite mburremi, do me thënë të atyre që edhe pse nuk paten shkollën e rregullt e stërholluan mendimin, sa që i ngjasën një frymë filozofike jetësore për të gjitha aspektet e jetës shoqërore, ekonomike dhe të mbarvajtjes së raporteve në fshat, e deri tek kuvendimit historike që u mbajtën Isniq në frymën e përpjekjeve të vazhdueshme për liri. Kjo është dije e Isniqit, është edukat dhe trasimi i brezave, ani pse jashtë institucioneve arsimore të rregullta. Zonja zotrin, Isniqi fshat ky me një rritje të madhe në popullsi e shumë shtrire në territor, si Rrafsha dhe më shumë Bjesht, ishte ndër lokalitetet kyçe, ku rrethina e merrte si fuqi dhe model në gjitha aspektet, sidomos në kohërat kur rrethanat politiko-ushtarake nuk ishin në favor të tyre. Në fillimin e pushtimit 5 shekullor osman, sipas defterit të regjistrimit të Sanxhakut Shkodrës vitit 1485, Isniqi si vendbanim kishte pak shtëpi dhe banor, me një shtrirje fillimisht të vogël përfal zgjuarsisë dhe shtimit shpejt. Isniqi dekada pas dekade po bëj epicentër e rajonit, kështu duke lënë shumë prapa dhe lokaliteta apo fshatra të banuara dhe të njohura për ekzistencën e tyre edhe para Isniqit. Veçori kjo që fshatin ton e përcjelli për herë, duke krijuar zhvillim e rritje, zgjerim në të mira materiale popullsi, që realisht është dhe njëra nga specifikat dalluese edhe sot. Të nderuar pranishëm, këto zhvillimet shumanshme shoqërore ekonomike, ani pse shumicën e kohës nën pushtues fillun të japin disa shkëndija, që dhe plaku apo zotshpill tradicional të kuptoj se shkollimi e dija janë e ardhmja e këtij vendi. Përpjekjet e para i kemi shumë herët, përmes na mungojnë dhënat dokumentuara saktësisht. Ne po ndalemi të fund shekullit 19, respektivisht fillimi i shekullit 20. Ishin kohë ndryshimeve të luftrave të shpeshta. Deri atëherë shqiptarët përgjithësi shishin më shumë si potenciali asqërisë sultanit Osman, duke u blikuar që djent më të mirë të jepshin ushtrisë osmane. Luftra jo vetëm ballkanike, po dhe aziatike e gjithë. Pak bejlere pashallar që ishin pjesë e sistemit administrativ osman të kohës, arritën që të shkollonin aty këtu ndonjë pjesëtar të familjes, por në përgjithësi shkolla rregull shqipe nuk lejohej për shqiptarët nga porta e lartë. Këtë kronologji historike e bëra me qëllim që të rikujtojmë përpjekjen e gjeneratave të tëra për arsimimin e dije. Themelimi i shkollës në Isniq në vitin 1949 filloi të jap rezultatet e para të cilat ndikuan në të gjitha aspektet e emancipimit shoqëror e ekonomik, zhdukjen e analfabetizmit, por mbi të gjitha dal nga dal vun themelet e një shoqërie të përparuar e bashkohore. Në këtë kohë filluan mësimet krahas djemve, edhe pak vajza, gjë që në vijim ky numër i vajzave do të vijë duke rritur gjithnjë. Nga kjo shkollë, kuadrët e para që kryen filloren dhe gjimnazin e ulët filluan punën si mësues në shumë fshatra të Rrafshit, Dugaxhinit, Drenicës dhe Mexher, duke përhapur faren e dijes dhe dritës, ndërsa një pjesë tjetër vazhdoi shkollimin në shkolla të larta e gjetë. Zonja dhe zotrin, nëse marrim si shqyrtim edhe një gojdhan që parimisht tregon shumë se si gjoja një luftare e radhav serbe që vranë masakruan shqiptarë në kohën e aksionit mbledhjes së armëve të famkeqit Ranković,
duke krekosur me mburje para babait tij në Serbi, se ta shqiptarë u amorën marrëmet dhe me në kuadër disa drejtav u alejum hapjen e shkollave, plaku i vjetër serb po i kthehet bijët me fjalë, u paske marrë pusht e u paske dhonë topat. Kjo tregon se fallangat e robërisë së Ersies asgjë më shumë se sa arsimimi e shkollimi nuk i hjek. Mund këtë aspekt, vitet e 90-ta të shekullit kaluar tregojnë mas miri sfidën të cilin mësimdhënësit e gjitha niveleve në Republikën e Kosovës e kaluan. Ishte koha kur regjimi i Miloševićit mbylli të gjitha institucionet e arsimit në Kosovë, por thirrjes së udhëheqjes së Republikës së Kosovës të asaj kohe bëri që të përgjigjen të gjitha nivelet e mësimdhënësve, duke krijuar një rast të paparë deri atëherë që pavarësisht situatës, mësimin mos ta ndalin për asnjë moment. Pra ky është edhe një akt heroik që shoqëria jonë ju ka bërë për gjithmonë mësimdhënësve. Përpjekja e popullit Kosovës për liri në luftën e lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës në vitet 1998 dhe 1999 po ashtu tregoi se mësimdhënësit nuk ishin të aftë vetëm me laps, por shumë nga ata ishin pjesë aktive e luftës për liri, që në Kosovë kemi edhe dëshmorë e martir të shumë nga kjo kategori e respektuar e kombit tonë. Një nga ta është edhe martirizimi me mësuesit Isniqas Isuf Hyseni Meraj në vitin 1998. Të nderuar pranishëm, me lejoni që duke përmbledhur në një fjalë mësues, e që është sinonimi më i mirë i gjitha niveleve të mësimdhënies, nga mësuesit e ciklit TULT, arsimtarët e deri te profesorët universitar, paraqesin shpërndarsin e dijes dhe emancipimit. Një shoqëri e civilizuar, e zhvilluar ekonomikisht dhe në gjitha aspektet, është produkt i mësuesit. Logjikshëm nga mendja dhe puna juaj dhe atyre që sot i përkujtojmë pasi që nuk janë në këtë jetë, gjenerata kanë dalë dhe dje sot janë shtyllat e zhvillimit vendit tonë. Fal jush dhe atyre që po përkujtojmë. Mësimdhënësit e Isnisin ishin shembull jo vetëm në vatrën e dijes fshatit tonë, ku të gjithë ne dalëm nga aty, por edhe shumë gjenerata jashtë Isnisit, fshatrat e Deçanit, Pes, Klinës, Zhakovës, Saravecit, Suarekës, nëpër fshatrat Renicës dhe më gjarë. Sot këtë mision fisnik po e vazhdojnë shumë tjerë, nga nivelet e shkollimit parafillor e fillor, të mesme deri nivelin akademik në universitete publike e private, ku nga ta edhe në sistemet arsimore të vendeve perëndimore. Të dashur mësimdhënës, në përmbylljet fjalës sime me lejoni që të shprehen. U jemi mirënjohës dhe falënderues gjithë atyre që sot për së vdekuri ju ndan mirënjohja, si shenja më e thjeshtë e respektit dhe vlerësimit për ta. Dërsa ju që ju kemi në mesin tonë, si të pensionuar, ju themi se jeni krenaria dhe vlera shoqërisë. Ju edhe mund të përballni me moshën e smundjen, por një gjë ta keni ditur, se u detyrohemi ditë për ditë e nuk do t'ju harrojmë për asnjë çast. I falenderoj. Në pamundësitë të pjesëmarrjes me anë të një letre, artisti i njohur Arben Bayraktaraj ju drejtua pjesëmarrësve. Ai përgëzoi për nismën fisnike për të përkujtuar të gjithë ata pjesëtarë të arsimit në Isniq që kanë bërë një punë të ndershme duke sjellë dije në vatrat tona. Të nderuar antare e antarë të shoqatës së intelektualëve Isniqit. Kur më erdhi propozimin nga Baca Hajdar të bëhem antar i shoqatës së juaj, shoqatës son, do të thoja tani unë ndjeva i prekur, nga se vitet kalojnë, rrugtimi jetësor vërtet më ka dërguar në shtigje të ndryshme, por gjithnjë si një rreth misterioz, fërkemet, karrënjet mi ka kthyer. Dhe paqësimin shpirtëror që çdo krijesë njerëzore kërkon, natyrshëm sapo shkel në tokë të Isniqit e gjej. Ju përgëzoj nga zemra për nismën fisnike të përkujtimit të gjithë pjesëtarëve të arsimit në Isniqin ton, brezi i baballarëve ton dhe nënave tona, megjithse të lindur e të rritur më shumë vuajtje e mundime, kanë bërë një punë aq të bukur, aq të ndjeshme të sjelljes së dijes në votrat tona. Kur para 2 vitesh me mikun tim, regjisorin amerikan Michel Lasek, vizituam Isniqin, takuam edhe Mullixhiun, që kishte qenë nxënës i babës në Kryshec. Atje fillimisht ka dhënë mësim profesor Abdyli. Që ta dish, më tha Mullixhiu, shkollën e kisha larg nga shtëpia,
qull u bëjsha, kur bind të shi. Profesori Abdyl, gjithni kur vija i lagur me ulte pranë stufës, ti thaja teshat e të ngrohësha, vetëm pastaj vjeja mësimin në bankat shkollore me të tjere. Ati ju mbushën sytë me lot nga kujtimet, por edhe mua, në sa rrethana të vështira kanë jetuar e kanë vepruar. Ju lumt për përkujtimin e këtij brezi të ndritshëm. Duke qenë angazhuar aktualisht jashtë Kosovës, ju kërkoj ndjesë se nuk do të jem nesër me siosh fizikisht, por shpirtrisht me besoni aty do të jem. Bashkarisht besoj se do të nxisin nisma të tjera për të nxjerrë në pa veçantit thesaret e merfilltat e Isniqit. Ju prifte mbara Paris 1 nëntor 2025, Arben Bajraktaren. Me mirë njohje dhe nga një libër të Ismail Kadares u ndëruan mësimdhënësit Gjeve Bruqi, Ajete Ozdautaj, Ali Osmanaj, Arif Mehmetaj, Aslan Islamaj, Avdyl Bajraktaraj, Avdyl Mehmetaj, Bajram Januzaj, Beqir Tahir Sylaj, Cen Pajazitaj, Hake Ozdautaj, Hake Islamaj, Hajrije Zekaj, Hajdar Ahmed Gjekaj, Gjemail Bajraktaraj, Gane Reja Metaj, Pate Tahir Sylaj, Dervish Kukleci, Hysen Ahmed Gjekaj, Ilmi Kukleci, Hyre Haklaj, Isuf Haklaj, Imer Tahir Sylaj, Muharrem Mulaj, Muhammed Haklaj, Miftar Imeraj, Miftar Haklaj, Miftar Hakaj, Majon Tishukaj, Majon Bruqi, Selim Seferaj, Selim Kukleci, Salih Januzaj, Recep Haklaj, Rasim Kukleci, Ram Januzaj, Osman Osmanaj, Murtez Tishukaj, Murat Bruqi, Mal Tahir Sylaj, Kumrije Ozdautaj, Kamer Tahir Sylaj, Isuf Imeraj, Tahir Sylaj, Gjafer Mulaj, Gjemail Ahmet Sinanaj, Gjylshahe Haklaj, Zek Islamaj, Taf Balaj, Syl Tahir Sylaj, Suzana Mulaj, Sofe Tahir Sylaj, Smail Balaj, Shkurte Rejahmetaj, Shaban Shala, Uk Balaj. Pastaj, këngëtari Jeton Tahir Ukaj me anë të një poezie kushtuar mësuesit i dha madhështi ngjarjes. Në çdo shkumës jeton kujtimi i tyre. Kujtimi i tyre vërtet në çdo shkumës jeton. Sot në heshtjen e një banke bosh, ku zëri i dijes buqiste dikur, ndjej frymen e atyre që mësuan botën të shkruaj. Me lapsin e durimit, me shkumësin e bardh mbi një dras jete. Mësuesi, ai që kur duartrokitje nuk kërkoj, por buzëqeshte kur ne kuptonim një fjali, kur mësonim një rregull, e kur gabonim, ai në mësonte se dhe gabimi është pjesë e rrugës. Sot, i ka lodhur koha disa prej tyre, janë në pension, por jo në harres. Ditarin e shpirtit ende në kujtimet tona mbajnë, ende ndriqojnë si kandil në çdo mendje që ndezën dikur. E disa të tjerë janë shuar pa zhurëm si shkumësi në fund të ditës, por gjurmët e tyre s'janë fshirë nga drasa e jetës. Në çdo libër, në çdo mendim, në çdo njeri që u bë më i miri, jeton dora e tyre e butë që shkroj. Mos u dorëzo, o mësues,
Ju që mësuat fëmijët të lexojnë, të rriturit të kuptojnë, ju që ndat shpirtin në copa për secilin nxënës, si buka e ndarë në familje të madhe. Ne ju përulemi me mirënjohje. Për ju janë këto vargje. Për ju që ende ecni ngadalë drejt një banke kujtimesh, që mbani librin e jetës në duar, me faqe pak të zverdhura, por me shkronja që nuk do të zbehen kur, sepse dihet që dhatë janë rënjët e brezave, dhe ju që jeni largë atje në pache, le të bëhet kjo poezi si një lule mbi varrin tuaj, si një zë që thot: falemderit që na mësuat të shohim dritën edhe kur dritarja ishte mbyllur. Në çdo klas, në çdo kujtim, jeton një mësues. Në çdo zemër që një mirënjohje përjetësisht shkruhet. Mësuesi zvdes kur ai bëhet pjesë e çdo drite që mëson të ndriçoj. Faleminderit. Mirënjohje ju dhan edhe Rustem Islamaj, Rustem Malaj, Qazim Kukleci, Qaush Hajnikaj, Muhamet Zukaj, Muhamet Kukleci, Mone Bruqi, Misin Balaj, Zize Haklaj, Zenel Hajnikaj, Zenel Tishukaj, Gjevahire Tishukaj, Gjafer Ahmetaj, Sultane Dervishaj, Smail Balaj, Shefkije Islamaj, Shaq Haklaj, Shabaze Islamaj, Shaban Rejh Ahmetaj, Shaban Haklaj, Shaban Ahmetaj, Ram Shala, Shaban Ahmed Gjekaj, Shaban Bojkaj, Sadije Shabanaj, Saleh Seferaj, Saleh Dervishaj, Selim Haklaj, Selman Haklaj, Shaban Osmanaj, Shaban Haklaj, Hasan Islamaj, Hasan Shala, Adem Mulaj, Adem Mehmetaj, Ahmet Shala, Ajne Haklaj, Bajram Ahmetaj, Dem Osmanaj, Deli Ahmed Gjekaj, Daud Haklaj, Mehmet Bojku, Kek Ahmetaj, Ismet Ahmed Gjekaj, Is Ozdautaj, Hysni Haklaj, Isuf Balaj, Halil Balaj, Mirushe Hakaj, Is Ozdautaj, Muhamet Zukaj, Rabie Pajazitaj, Ram Shala, Shkurte Kukleci, Monushe Hakaj, Hasan Maksutaj, Recep Maksutaj dhe Ruke Shalaj. Ceremoninë e përmbylli me këngë emrosh Januzaj dhe jeton Tahirukaj. Të pranishmit e morën vallën, e atyre ju bashkan gjet edhe Donika Gërvalla.
Isniqi falemnderoi me anë të mirënjohjeve ata mesimdhënës që nuk janë më në jetë dhe ata që janë pensionuar. Kjo si shenjë më e thjeshtë e respektit duke theksuar se janë krenaria dhe vlera e shoqërisë.